Faleminderit. Ne vazhdojmë tutje rrjedhën e emisionit me diskutimin në studio zoti Spaiu. A është luftë e brendshme brenda subjekteve politike, në fakt brenda llojit vet, brenda subjektit, me që qytetërsimi i votave ka ndodhur kandidatëve të partisë së vetme. Po, është, domethënë, kjo tregon që sistemi nuk ka qenë perfekt, nuk ka qenë, domethënë, double check. Domethënë, vërtetimi dyfis, siç është në këtë rast. Dhe para nuk janë dënuar ata të cilët kanë bën të kaluamën shkeljen e votave. Për shembull, në vitin 2009, një komisioner i PDK-s që ka qenë kryetari i komisionit, në një qendër votimi ku unë kam fituar 90% kundër kandidatët në baletazh me 10%, ai e ka shënuar votat e mia, e ka shënuar kundërshtarit tim, votat e tij mu, edhe i ka mashtruar anëtarë tjerë të komisionit dhe kanë shtimin në nënshkru. Kjo gjë, domethënë, ka bërë që unë me shpall fitoren, sepse edhe kundër kandidatim me shpall fitoren në të njëjtën natë, derisa të nesërmen KQZ-ja ka shpall fitoren në kundër kandidatit tim. Përlisni për kandidaturën tuaj për kryetar Mitrovicës. Po. Edhe kjo, domethënë, ma vonë ka pas vendime, domethënë, cilat jo bo ankesa me vones, jo, por kjo për ndjekje penale, domethënë, ka vazhdu dhe është vërtetu që numri votave në përkutit votimit ka qenë e tillë, domethënë që rezultati është falsifikuar, është ngritur aktakuzë atij kryetarit të komisionit, të komisionerëve aty, në atë qendër votimi, por Landa ka prit në gjykatë me vitet e tëra derisa është vjetërsuar. Dhe natyrisht kjo ka bërë që të tjerët, domethënë, me marrë guximin edhe me falsifiku vota, që përshihet madje deri në vitin 2025, domethënë edhe 16 vite më mbrapa. Kjo tregon që nëse në vitin 2025, në fund vitit 2025 janë falsifikuar votat, kjo na jep me mendu që kjo gjë ka ndodhur që prej atëherët. Domethënë që kur OSB-ja nuk ka organizuar zgjedhjet e deri më tani, sado që ne kemi thonë një zgjedhje të suksesshme o andej këndej, domethënë ka pas falsifikim të votave. Dhe shpresojmë që tani këta që kanë marrë pjesë në këtë proces në falsifikimit, me njëherë të ngritet aktakuza dhe dënohen. E jo me lënë Londën gjykatë derisa të vjetërsohet Londa. Edhe kjo bën që në zgjedhjet e tashme mos me pas probleme të tilla, sepse nëse të gjithë do të dënohen, atëherë nuk herën tjetër kërkohet. Por ata komisionerë kanë vepruar në kryen në vete apo kanë pasur, themi, izën e dikujt? Shiko, jo, kjo është një loje shiko, mund ndodhë që gabimisht me shënu, se na njëzje. Mund ndodhë ndë një komisioner por jo 6.000 vota, jo 5.000, 4.000. Votës tem, me qitë votën artonet, por kjo nuk ndodhë, për shambull, unë prandaj do duhej që edhe prokuria të caktoj një mos, për shambull, margjën e gabimit. Ta lejoj, për shambull, që kush ka bën mbi 10 gabime, domethënë të dënohet. Në 10, hajde ta zëmë se ka po mendoj ka ndodhur rastësisht. Gjatë numërimit, se ka po mirë, se ja kanë mrekulluar syzat ose diçka tillë. Po nuk mund është për shembull të kemi fjalë me mijëra vota, me qindra vota. A është vjedhje industriale? Kjo është natyrisht vjedhje industriale, edhe madje do duhet kishte mos edhe ndaj kandidatëve. Sepse nuk mund të shkoj kjo në mënyrë të pa organizuar. Nuk mund që dikush me marrë rrezikun pa një motivim korrupsioni kogja të madh, që marrë rrezikun me shku 5 vjet burg për diçka që thjesht vetëm për një simpati që ka ndaj një deputetit të caktuar. Dhe nëse ma vonë do të bëhen publike, po mendoj këto numri votave, ja ta zëm, Spaiu, komisioner, kandidat.
Feta Paxharizi PDK-s 6.000 vota, Najt Hasani 3.414, Kujtim Gashri 2.357, Lulita Veselaj Gutaj 2.103, nga LDK-ja tashmë Xhavet Uka Po, kjo është vetëm Prizreni. Qartë, jo, ne po e diskutojmë fillimisht në Prizren. Me që këto ishin votat më së shumë të diskutueshme, po. Prandaj është mirë me prit nëse ka përfunduar profesori. Po, jo, akoma. Më falë. Kur dolin edhe rezultatet tjera, domethënë kur ti shoh edhe komuna tjera, se nuk ka mundësi që veç Prizreni me kon hajdot se ne. Do t'jetë në tjera komuna, thuaj se ngjashëm. Po, na krejt Prizreni ma tjenë është maj qytetrume pe i krejt qyteteve të Kosovës. Janë njëzit ma të butë, ma të qytetrume se në gjdo pjesë të Kosovës. Dhe kur atje bëhet kësa hajnije, tash muj me marrë me menë që ka ndonë për komunat tjera. Edhe kështë rinë mrimi dhe të në nëzjerë Maskarllaku në shesh, edhe mirë është që nëzjerë në shesh, mirë do duhet dhe më thonë që prokuria të vepraj, edhe njëherë për gjithmonë ta shërvojmë këtë plakë, që të kemi integritet të zgjedhjeve dhe jo një... Se interesant është, abishe ku përshien, krejt janë emrat të cilët kanë pozicione drejtuese në parti, nuk janë në për parti të lëshme, nuk janë kandidat të ri, të cilët janë zakonisht viktimat të këtyre po mundoj manipulimeve. Anderi, për fillim, Nimani, si shpjegohet kjo luftë e brendshme mes kandidatëve? Në plan parë duhet sqarohet që me këtë gjendjen e këtyre mostra, nëse më të themi si shembull me Prizrenin, është humb kredibiliteti i zgjedhjeve, është humb besimi për votën e lirë, është cenu thellë rendi dhe ligji mbi zgjedhjet dhe çka është më e rëndësishme është dëmtu kredibiliteti i cili do prej deputetëve që ka arritur të sigurojë ulse në Parlamentin e Kosovës, qoftë duke u shtuar ose duke u eliminuar votat. Qa duhet theksuar që të korrigjojmë profesorin Spaheu, kur tashmë ligji është bo amendamentimi i kodit penal dhe tashmë nuk ka nevojë me prit procedura gjata, sepse ligji i zgjedhjeve ka prioritet për krimet zgjedhore, dhe neni Mosgabofsha 216 i përcakton qartë dhe sakt çka ndodh në rast se kish përdoret vota nga qytetarët dhe çka ndodh në rast se kish përdoret vota nga zyrtarët publik. Në këtë rast zyrtarët që janë në komision 3 deri 5 vite burg pa mundësi apelimi ato të tjerat. Po ajo çka unë mendoj që është më rëndësi, që nuk kemi të drejtë ne dhe askush ta prek votën e shenjtë të sovranit dhe si e tillë këtu nuk duhet të lehet vetëm me Prizrenin ose me një qendër, sikur sot që mund KQZ-ja vendim që t'i përjashtojnë nga procesi antarët komisioneve komunale në Prizren, por duhet të fillojnë nga kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse kjo formë e këtij manipulimi, s'po them vjedhje, po këtij manipulimi masiv të votave nuk është bën pa një sinkronizim të mirëfillt në mes të strukturave qendrore, sepse ju dini që është sistem unik i menaxhimit e bazës së të dhënave. Ajo që duhet pasur shumë kujdes dhe më rëndësi është që të pyetet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve a është respektuar ligji mbi zgjedhjet, sepse në bazë të ligjit mbi zgjedhjet votat supozojmë të Partisë Demokratike nuk kanë të drejtë të numërojnë komisionerët e Partisë Demokratike. Duhet të jenë komisionerët e partive tjera që të numërojnë votat, jo komisionerët e subjektit njëjtë politik. Kjo është shkruar nuk kanë të drejtë. Kjo ta tregon që involvimin e kandidatëve. Jo, çka do të thonë kjo? Ata janë distancuar, që të gjithë. Çka do të thonë kjo? Zoti Nemani janë distancuar kandidatët. Kjo do të thotë që një subjekt i caktuar politik, supozoj këtë rast në vend numërim kanë pas vetëm LDK-ja, PDK-ja dhe vetvendosja antar, jo dhe forca tjera politike, dhe ose nga përfaqësuesit këtyre partive tjera i kanë numëruar votat e PDK-s, ta i kanë numëruar votat e tjera. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme është se nuk i ka bën derë asnjërit për këtyre, dhe jam i bindur të i njoh disa nga kandidatët që janë këtu, që A lëndëshime për skemë të organizuar? Jo lëndëshime, kjo është skemë organizuar kriminale.
është skem organizuar kriminale, por nuk besoj që kandidatët për deputet janë të involvuar as thellë këtë skem, ndoshta dikush nga ta ka mujt me pas por më shumë qëllimi i kësaj skeme të organizuar kriminale ka qenë humbja besimit të qytetarëve mbi procesin zgjedhor dhe dëmtimi i marrëzit të zgjedhjeve dhe kandidatëve individualisht veçanërisht. Pa desh me paraqyku, ne kemi mostër vetëm Prizrenin. Po nëse s'ka qenë interes i kandidatëve, pse i komisionerëve? Për çka ta bëjnë atë? Tash, pse ta bëjnë ato, mendoj se prokuroria e shtetit do ta zbardhë këtë rast, sepse unë nuk e njoh kandidatin e parë që ka mbi 6.000 vota, ku pasi ishte aktor me profesion, pasi që u dulën këto rezultate dhe ku analizu, por të tjerët i njeh shumë. Është aty qyteti, po është aktor në qytetin e Prizrenit, në teatrin e Prizrenit, por megjithatë po shoh emra të veçantë, të cilët nuk e di pse kanë pasur nevojë të involvohen në këtë skem. Në rast se dalin që vërtet të involvuar në këtë skem, është mas pakti më thonë është e turpshme. Por unë jam i bindur që serioziteti i prokurorisë shtetit duhet sa më shpejt të reagoj. Unë bile mendoj që është vanu edhe sot kur edhe sot ka filluar edhe dje nisja e hetimeve. Nisja e hetimeve nuk ka shumë çka hetohet këtu, sepse është vjedhjo thatë në hyrjet e emisionit në prezencë të kamerave. Gjithçka është skenuar, gjithçka është fotografuar, gjithçka është inqizuar. Pse po desh ka dikush mi pas 6.000 vota më shumë se sa që ka dhënë publik tashti dhe ai le të tregoj. Këto kamera KQZ-ja e mbledh për ta ruajtur sigurinë, integritetin e votës. Këto e ka zbuluar një auditim i shpejt i KQZ-s, që ka zbuluar kandidatët. Do ka një mos përputhje rastësishme e formularëve dhe me votat të kandidatëve dhe të subjektit politik. Dhe kjo humb besimin ose humb edhe mu edhe secilit për njerëzve jep me kuptuar që ky proces zgjedhor është i kontaminuar në tërësi dhe është në atë vazhdim asaj bisede që kemi diskutuar bashkërisht në këtë studio dhe pastaj u bë shumë zhurmë për media të tendencës së zvarritjes së procesit dhe mos të arritjes në kohë për zgjedhjen e presidentit. Shikoj, tu matematikisht për shembull ka mos përputhje. Pra zëm nëse X partia i ka kaq vota në Prizren, ndërsa kandidatët e saj, asaj partije, i marrin më shumë se 10 fishën e partisë, dihet që aty dikujt janë shtu votat. E kupton? E qartë, sepse 10 kandidatë mund ta votojnë, nëse ka më shumë se 10. Se 10 fishi i numër. Edhe po këtu mundet me pas më pak, sepse dikush mundet me rrethu veç 5 emra, jo 10. Ose veç një. Po mendoj, zakonisht ata që kanë për shembull. Këtu më pak se 10, se më shumë se 10 nuk gjehet asnjë. Po dhe? Janë më pak dhe tash kanë me 3-4 venda të lira dhe kanë por këtu unë mendoj më tepër ka të bëjë me procesimin. Ndoshta kjo forma që e kanë shfrytzuar pra kur kanë pasur flet votime të zbrasta dhe këto kanë mundur. Kjo po ndodh për herë të parë, pas miratimit të ligjit të ri të zgjedhjeve, kjo punë, ky fenomen, ne kemi diskutuar, kemi ndëgjuar na për media, na për rrugët Prishtinës, na për diskutimet që më herët kanë ndodhur në një vend, që ka qenë në Fushë Kosovë, ka qenë koncentruar me ligjin e ri të zgjedhjeve, nga një vend ku ka qenë koncentruar me qendra e numërimit të rezultateve, është përdorur në 38 regjione dhe tashti këta njerëz që shku ma jetë ka qenë vetëm Prishtinë të fokusum. Tash në shpërdojnë 38 regjione. Nuk mundet kush me mbind mu që këta njerëz nuk e kanë ditë që në ka bojnë. Sepse këta kanë bojnë trajnim. Nëni kanë bojnë trajnim. Kanë posë përgatitje. Kemi zyrtarë komunat që morin 12 muj pak për këtë punë. Dhe nuk është diçka veç që ka ndodhur rasti. Thjesht kjo ka ndodhur me qëllim dëmtimit të imazhit të një procesi zgjedhor pa i parashikuar rezultatet, s'po më interesoi. Po, s'pajo. Ç't ka ndodhur në të kaluar për shembull, hajde tash mos të zvin prokuroria më vet kush janë. Apo për shembull ka pas kryetar degë një partie të madhe. Edhe ju ka thonë kryetarëve degëve që se partie, siguromi ti 500 vota në komunën tonë, unë të siguroj 500 vota në komunën teme. Edhe ju ka thonë qështu edhe i kam ledhë për shumë, kur ju kanë bo... Lëbim mundet. 20 komuna, e i kam marë... Jënë lëbim mundet me thonë antarësis. Po lëbim, pa jo mërë se su lodhë kryetari Degës më shku me lypë për shamull vota për X kryetarin e Degës atje në një qytet tjetër. Pa ju ka thonë komisionerve... Një duhet të shërohet që po shoh se nuk po... Edhe ata, sepse komisionerët i ka caktu për shumë kryetari Degës, partisë.
Edhe ata i ka posë në komand kryetari i Degës. Edhe ka thonë, sigurami, për shumë për Artonin i duhu që ka që vota me qitë. E ju e deni që shi bane. Ata natyrisht që ja kanë morë dikujë, se kanë morë dhe këtu si kanë kontrolu fort, edhe i kanë metë votat edhe u bo deputet. Pra, po thoni Sfaio që kjo është bërë në djeninë e degëve të caktuara, të subjekte. Shiko, këtu fajnë kryesore kanë natyrisht kryetar të degëve të subjekteve, në ato shtete. Sepse ata kanë caktu komisionerët. Jo, këtu se kanë kryetar të degëve, prof. Pavarësisht se kanë caktu komisionerët. Jo, pavarësisht, ata kanë shtruar kontratë me KSZ-n. Po, tash faj penal, jo për na po adresojmë se tash faj penal është i atina që kanë nënshkruani për të Roval të rajshëm. Këtë rast është i komisionerëve, sepse ata kanë po veprën penale. Ata kanë kryer. Na po flasim ka është për, domethënë, origjinën e krimit, sepse krimin e kanë po komisionerët. E origjina e krimit është të çaj që ka caktuar komisionerët. Ai që ka caktuar komisionerët edhe plus asaj, domethënë, kandidat të caktuar, sepse ai kandidat të caktuar nuk kanë gjos komisionerët, s'ka mujtë me gjoftë gjithë. Në Prizren janë 200 komisionerët për shumë një partia. 245. 245. A nuk ka shku me njoftë së cilën. Jo, po, ka shku kryetarit Degës i ka thonë që ka që vota sigurami aty, a e ka siguruar. Zoti Spajo, një du të sharohet këtu, sepse nuk po sharohet. Këta emrat të PDK-s nuk kanë mujtë me njoftë komisionerët e partive tjera, sepse votat e PDK-s i ka numëruar komisionerët e partive tjera. Prandaj këtu është skem. Po s'dua ta personalizojmë me një emër të veçantë. Jo, Nimani, sepse janë gjitha subjekteve, janë PDK-s, janë vetëvendosjes, edhe PDK-s. Votat e vetëvendosjes i ka numëruar kandidat komisionerët e PDK-s. Kur a jemi unë ti në komision, edhe ti kemi numëruar votat e partisë teme, unë them. E thamë, qëre, qëtë me ti që ka që vota për filonën, prandaj unë thash, unë të qesë për kam pëtën ti. Edhe ti më thuë, qëtë me ti mu për që ka që vota për qëtonë, për qëtonë. Prandaj thash skemë organizuar kriminale, që unë mendoj dhe jam i bindun, që e te kalon Prizrenin dhe e te kalon edhe partin politikin këtë rast. Po, që ta shko me dojnë Maskarloku, ku, Spajo, mund tjetë Prishtina, me që është qëndra me madhe votimit. Mund tjetë Prishtina, Podojeva, Mitrovica. Nuk e përjashtoj. Mune të mdoja. Mitrovica Kozanat, aty. Kur e ka ndonë me Prizren, kur tha Nezi, që është një për qytetëve matë kulturu, me njës matë të urtë. Civilizumë, matë të janë Prizreni. Kështu është gjithë shka. Por kjo e humbë besimin e qytetarve, e humbë besimin e vota. Si do të sillen me zveti këta kandidat, nesër në Parlamentin e Kosovës, kur e shojnë njëri tjetrin me mas mirë të do të ishte që edhe ashtu si po shifet është tendencë e zvarritjes procesit dhe edhe kjo legislaturë fare mos konsultohet dhe shkohet në zgjedhje të reja me ndryshime të nevojshme dhe me mosa, që tha Nezi, strikte nga prokuroria e shtetit, sepse në vitin 2010 kemi pas mbi 2000 këta akuza. Nuk di sa kanë shkuar për vujtje dënimit, por tash me ligjin penal 3 e ka përcaktuar sakt dhe qartë, pa pas nevojë me hina për këto procese. Spajo, zoti Nimani, që dy herë po e cilëson zvarritje të qëllimshme. A është apo jo? Jo, më mërmene që është zvarritje e qëllimshme, po mendoj se nuk i intereson, po mendoj sidomos partisë në pushtet i intereson me sa më shpejt me informu qeverinë, tash që mundet, se nuk ka një arsye, thash edhe në herën e kaluar, 51% është idealja çka një parti mundet me fitu. Mund çka të fiton më tepër. 52% me janë nisë me dhënë kryp, 53 edhe më shumë. 70% me fitue, aty i paraqiten probleme të brendshme, brenda partisë paraqitet opozita nga brenda, që është akoma më keq se sa me luftu opozitën botë për botë. Një parti e caktuar. Por cili, profesor Spajo, cili është kredibiliteti i një parlamenti me këto ndryshimet vota? Jo, është kredibiliteti i rënë për toke, po më dhejë tash... Cili është besimi qytetarëve me këtë ndryshime? Cili do kuft, qoftë me plusin, qoftë me minusin? Dëgjo, tash dikush ka me pas satisfakcion, naturitaj që ju kanë vjedhë votat, po atyre që kanë shtu votat, kanë
gjithmonë ka me përmend dikush. Kemi dalë debat. Se s'mishtu në mu. Po dhe jo, 6.000 vota dhe isha po deputet. se djetë i këshyrëm njerë për dalë. Kam arru me shiku votat tua. Minus a plus? Një 4 kisha plus. Plus? Nuk s'mi kishin e khalja. 4 kisha plus. Për Prizrenit, apo? Qëto shkanë të numru në Prizren? 4 i kisha ma tepër sa që i kom formular. Në më thonim në... Do më thonë të kanë vjetë. Po, për 4 copë. Minus 4 vota. Po që më bandodhë kjo në fshatë të emin. Ose në votim kërë në votu familje eme. Mësë i besu të nësë njerëzve të mi. Pra ndaj po thëmë, është cenu integriteti i votës. S'ka rëndësi cili ka më konë nesë rezultati. Nuk po preket rezultati, shive që nuk e ndryshon rezultati subjekteve. Ka pak ndryshime në rezultatin e subjekteve. Por në sot po është në reagim edhe të organizatave shoqërisë civile që kërkun mu hap edhe një herë dhe mu rinëmër votat edhe të profesive diplomatike. A është kjo e nevojshme pra duke pasur parasysh këtë që po ndodh me procesin e nënëmrimit? A duhet ketë në ambasada? Keteria pat në... Po, qëndrim. Po votat e ty në kujnë nëmrujnë, nëmru këtun? Ja, më sigurat jem, këtu në nëmru pastaj. Nuk e vete po... Pra, problemi personesh, nuk është ku e nëmru. Këto janë nëmru. Se po dyshohet në gjithë shka. Për desha po dyshohet në gjithë shka. Unë nuk e di që dhe kom e konë fati përfaqësues i këtij parlamentit Kosovës në këto 4 vitet e ardhshme. Jo, kryesorët, nëse në fund masë nëmrohen 2 herë, po më votat atëherë kemi... Komë sigurisht komë pas të... A e përmirëson pra kjo rinumrimi? Unë? A e përmirëson këtë situatë, këtë zbeje, cënim të integritetit të zgjedhjeve? Dikush edhe mund të zgjedhë deputet, se ka marrë vota mjaftueshme kështu, po kur të den për shembull që 1000 vota ju kanë shtuar, mas nesra i kolega i tij në parlament ko me thonë, po, ti ke dosh me vjedh 1000 vota. Edhe në shembull, ose është një hije e keqe, dhe më thonë, unë pres nëse dikuj i dalin, dhe më thonë kishme qenë kriter moral, nëse dikuj i dalin edhe votat e mjaftueshme, mas t'i heken shumë vota, po më dhe i pej, po i mjaftueshme më zgjedh deputet, me thonë, po jap dorëheqjen, nuk do t'jem antar parlamenti, për shkakun këtu ndi vetën për qesë për këtë që... Pa të emra aty që vërtet, nuk kanë pas arsye me... Kishtë deklarim, edhe nga Najt Hasan. Nga PDK-ja. Dritan Selmanaj, e të tjerë. Se janë 1000 vota në Prizren, 1000 në Prishtinë, 1000 atje, 1000 atje, votat një ka një, bon. Kështu që... Po për nivelli përgjithësisë dhe i intelektualizmit tëne, edhe i vepra të tëne kombëtare, më nësi i të kalon qëto skema të kriminalizume, të administrume nga KQZ-ja. Këtu, a ka edhe faj KQZ-ja, sepse vetëm komisionerve për i lijet faj... KQZ-ja fajtore. Ata komisioner janë punëtor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata kanë nënshkruar kontratë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Janë trajnuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kanë marrë pagë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vetëm janë emëruar, një pjesë të tyre janë emëruar nga partitë politike. Por secili qytet e ka Komisionin Komunal Zgjedhor, që njerëz të punësuar me marrëdhënie të rregullt pune. Prandaj këtu nuk është krejt as e thjesht sa, prandaj nuk e thash ato më herë dyra për menda partia X e numër partinë Y. Këtu nuk është bashkë krejt as e thjesht ç'po duket. Po është një sistem i manipulimit masiv, të paktën nëse vesh edhe 1/3 e prezertit ndodhen për komuna tjera, vërtet nuk di cilë është... A mund të ketë? Po folë për moralin e deputetve, po thëtë, po për një qëndis e deputetve, cili deputet, ka thonë, refuzoj pagën 9 mujore që kemi nejtë kotë, s'kemi bo kur gjo, 9 mujtet s'ka funksionu parlamenti. Ka drejt, bashkë kena diskutu këtë punë. Cili deputet, ka thonë, që une nuk du me pranu këtë rogë, se kemi meritua edhe letimetet në bugjet shtetit. Ka të drejt plëtsisht qytetari, sepse edhe na kena diskutu këtu. Ata që si në bërë deputet, ka të tjilë s'pa i ju, ta jep edhe një informacion, ata që si në bërë tashme deputet, që kanë skaduar mandatin, po, kanë vazhduar, kanë aplikuar për ta marrë pagën, edhe për një vetë që i ta kanë.
A e kuptove? Pa mbajt asnjë seancë. Po kjo është pak, domethënë, kjo tregon se sa ku kanë rënë vlerat morale në shoqërinë tonë. Domethënë edhe çfarë Pa deshmi parashikuar emrat për Po, mendjen. dua ta diskutojmë edhe në kontekstin e brendshëm. Nimoni dhe Spaiu, po, kontekstin e brendshëm. Pse bëhet kjo luftë e brendshme brenda subjektit, pra, mes kandidatëve? Si shpjegohet, Lufta e brendshme është e natyrshme, secili edhe nëse unë e Artoni jemi në garë për deputet, unë do të luftoj që unë me fitu ju Artoni. Po jo, duke të tërësuar votën, kjo është çështja. Po problemi është cila është, na duhet kemë, domethënë, një kod moral, se edhe ata që rrehen boks, me a thuj hunt njëri tjetrin, domethënë, kanë rregulla, s'mundet me mshu nër atje, nër brez, nuk ban me qitë shkelma, domethënë, ka një farë rregullë se si duhet mu zhvillu loja. Kështu që këto janë, kjo është loja dytë. Ndryshimi i ligjit zgjedhur në vitin 2023 ishte më tepër ndryshim kozmetik, i orientuar politikisht për interesat të grupeve të caktuara brenda partive politike, dhe ne duhet ta lobojmë masivisht, edhe si studio televizive, edhe si qytetar, edhe si profesionist, edhe si intelektual, që të ndryshohet, amandamentohet ligji i zgjedhjeve, të korrigjohen gabimet, sepse kurrfarë demokracie nuk është pej 5 sa kur më bëu 10, edhe me hek notën Çka po e cilësoni gabim të ligji i përgjithshëm për zgjedhjet? Decentralizimin e numërimit të votave? Jo decentralizimi, kjo decentralizimi e qitin shesh manipulimin që ka mujt me ndodh që 20 vjet ndoshta në një vend koncentruar. Bile kjo është përfaqësi një problem që ka ndodhur, e dimi që ka ndodhur manipulimet. Dhe njerëzit thoshin nuk ka më rëndësi kush voton, por më rëndësi fush Kosovë me pas mirë. Po dhe kush i numëron? Pra, për ku është problemi? Ligji i ri i zgjedhjeve nuk bën kurrëzon, përveç se rriti prej 5 në 10 kandidat me votu dhe shtoi kot një punë të komisionerëve dhe të numëruesve tjerë. Në vend se supozoj me ndohet zona zgjedhore Kosovën, vend se me kriju mundësit, më i mirë ka qenë ligji që ka qenë me kuën e Unmiku, sa që është sot. Po, unë e kam propozuar moti, domethënë ka mitej për që... Ta nuk ka nevojë me mua miratimin e 2/3, se veç mund të amandantimi. Një sistem zgjedhor i cili përshtatet është konform konstruktit mental të shoqërisë tonë, është sistemi kombinuar, majoritar proporcional. Të hiqet për shembull, të hiqet komisioner. Ta përfundoj se tani pe up Vazhdoj lutem, po. Domethënë ç'është ky sistemi i kombinuar majoritar proporcional. Ndohet Kosova në 60 zona, domethënë në bazë banorëve, sa i bin 60 zona, 50.000, 20.000 banora, sa t'i bjen, 30.000 banor, 20.000 votues ose më tepër. Edhe për shembull Prishtina në disa zona, i komune vogël i bjen një zonë kështu më radh. Dhe partitë qesin kandidat për deputet në secilin zonë. I qesin një kandidat. Për shembull për zonë. Se ka Shqipëria. Jo, nëse ka Shqipëria kështu. E ka pas në zgjedhjet e para mas 90-s. E qesë për shumë për Ulpian, e qëtë kandidatin LDK-ja, PDK-ja, vendosje e tjerë. Po. Edhe votohet në 2 rande. Kush më zgjedh deputet i Ulpianës, ose i Dardanisë. Edhe njëni fiton aty. Në 60 zona zgjedhen deputet. Për partive të ndryshme. Tash, 40 vende si zgjidhen. Kur votohet, ai përveç që ka me votu për shumë për zonën për Ulpianën aty kandidatin, cilin do, ka me votu edhe për partin. Po për partin s'ka nevojë me votu kandidatin heq, veç që voton LDK-na, PDK-na, vendosjen, këna cilën do nismëna, njënën për tyne. Edhe tash, në bazë të numrit të votave që i morin partit, që aty përcaktohet përqindja, domethënë e partive. Kandidatën tjetër, për bëmja e këtyre 60 vende në parlament mundet me konë e ndryshme për kësaj përqindjes që është në e votuar partit. Dhe tashme vlerësohet parlamenti. Kam përshtypjen se do të vështirësonte edhe më shumë Spaiu. Kam përshtypjen se do ta vështirësonte edhe më shumë. Jo, është shumë e thjeshtë. Tash to 40 vende plotësohen në mënyrë të tillë që më u përshtat me përqindjen
partitë që kanë marrë zgjedhje. E qysh caktohet tash renditja e kandidatëve, kjo është më rëndësi. Renditja e kandidatëve brenda partisë, për shembull, në LDK-s, ta zonë. Merren votat e kandidatit që ka fituar në raundin e parë. Edhe cili kandidat ka fituar në raundin e parë më shumë vota, për shembull, ai i LDK-s në atje që thonë për shembull në Kapështnic, Pejes, ose ky në Ulpian të Prishtinës, ose ai në Tavnik të Mitrovicës, cili i kandidati i LDK-s për shembull që ka fituar më shumë të vota pikë këtyne, e që ka humbë, që s'ka fituar, që s'arrit më fut në deputet, rënditet i pari, i dyti, i treti, kështu me radhë. Formohet lista. Kur nëse duhen me hi për shembull për kësaj listës për 40 deputet, edhe një 12 deputet ose 5 deputet LDK-s, se disa tjerë kanë fituar direkt, atëherë që ta 5 partë futen në parlament, edhe ti i ke çdo zonë zgjedhore, për 60 zonave zgjedhore, domethënë çdo zonë zgjedhore ka një përfaqësues, po 40 zona zgjedhore i kanë në fakt për qytyne, 60 i kanë nga 2 përfaqësues, dhe i kanë më të votumit për 2 partive të ndryshme. Po kërkon me ndryshu komplet procesi. Për me ndryshu komplet sistemin e zgjedhjeve në Kosovë, nevojitet kualifikimi dyfisht. Por ne kemi mundësi me amendamentim të ligjit, mi rregullu 2-3 çështje. Po dhe kjo mundet me ligjin. Ja, sepse ki vendet të rezervume, që do më organizuar. Jo, vendet të rezervume vinë bazë për shembull, problemi të na nuk është të na shkaktu sistemi shumë zgjedhor, shkaktu na shkaktu njerëz që ka punojnë sistemin zgjedhor. Supozoj disa vende edhe të rajonit. A mund të ketë edhe rivotim, Nimoni? Administrata shtetërore përcakton komisionerët. Në rast se ka raste, janë 3 raste deri sot të identifikuar të kandidat që nuk është që e kanë shkel frymin kushtetuese, patëm rast në Prizren, në Suarek edhe në Podojev, që nuk është asnjë banor i komunitetit serb dhe janë votu kandidat të komunitetit serb ose të komunitetit bosnjak në Suarek, mos gaboj fshat diku tjetër. Kjo mund ta çoj vendin disa qendra në rivotim, si ka ndodhur në rastin për ka pas në 2010. Po atë ka hedh por gjykata kushtetuese. Dhe më thonë, se ne dim që Gjykata Supreme e apat më hu mandatin Adriana Hoxhiqit. Por më vonë Gjykata Kushtetuese e këtë veprime ka quajt të jo kushtetues. Po është më vonë prapë Gjykata Kushtetuese i dha të drejtë në raport me Duda Baljen. Si në raport me Duda Baljen? Për shkak se kanë votu një numër i madh i banorëve që nuk janë bosnjak. Ndëgjon, nuk ka ti është kur të merr listën, nuk është të thonë unë ti për shembull në shqiptar po du me votu për një kandidat bosnjak, po du me votu për një kush mundet me më u këtë drejt. Sta më po mundesh një vot me edhe unë kemi pas raste edhe në programe. Po një vot, 10 vota, 100 vota është e drejtë. Është e drejtë me votu ti nuk e ki aty kërkuar shiko për kacin etnike, për kacin etnike ti është me deklarim. Nuk ta bojnë analizën e gjakut ai është shqiptar as ka ai. Sepse ti me 200 vota si përfaqëson komunitetin Ashkali, bosh deputet. Ai me 20.000 vota si përfaqëson komunitetin shqiptar nuk bëhet sepse partitë e minoriteteve, nuk kanë prag zgjedhor. Po mirë dhe partitë e minoritetit deklarohen, shiko, partia deklarohet që përfaqëson minoritetin. Edhe prandaj nuk ka prag zgjedhor. Por kjo nuk i ndalon një pjesëtar të përkatësie tjetër etnike me votue një subjektin e një parti jo shqiptare. A gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë se bën dash me frymin kushtetuese. Jo nuk e thot. Përkundër, Gjykata Supreme e ka thonë edhe ja ka mohu mandatin Adriana Hoxhiqit, Gjykata Kushtetuese ka thonë që kjo ka qenë shkelje kushtetutës, shkelje... Prof, unë e di që të drejta të mina... Jo, e di se këtë qështje kam përcjell. Të drejta të mina... Edhe kam qenë, dhe më thënë, kam thonë me kohë, kur Gjykata Supreme ka thonë që gabimisht ka vepruar. Ajo që me thonë që tha qëllimin e debatit. Ne e dim që manipulimi mundet me ndodhë. Po më ndoj, që dhe më thonë, thjesht mja dhëru disa votat po më ndajt një pjesëtarit minoritetet e tjera, por
tek e funit nëse e ndodh në terren, nëse ti s'ki fakte që ka pas korrupsion, që s'ka pas që ka bo ai me vullnet lirë e tjerë. S'mund të them se po voton ti për një parti. Shkort Nimani, po, shkort Nimani sepse e mbyllëm, po. Për që me arsytu edhe temën e debatit. Unë mendoj se ky proces zgjedhor ta jep të drejten me mendu që është i komprometuar nga fillimi deri në fund dhe edhe certifikimi i rezultateve do të jetë në këtë, pavarësisht se po tentohet të korrigjohet, është kjo si punë, ki shku ki vjedh në bankë, të kanë zonë të vjedh, ki thonë që kom vjedh 2 milion, që për i kthej, tashti, prof, ky proces është kompromitu. Dhe këto vota kanë mujtë me konë, edhe tuat, edhe të mjetat, kuj do të manipulume. Pse s'po i kanë mu manipulu votat për partin, kur manipulu votat për individin? Prandaj, e vere dyshim komplet procesin. E mirës është që të përfundoj ende pa konstituu ky kuvend, edhe të shpallën zgjedhje tjera dhe të bëhen realisht dhe të shkon që shiko hije. Spaiu zgjedhje të reja tjera? Nuk besoj që është një ide e mirë, po ndoj për me bëj zgjedhje të reja, sepse rrezikon kollapsin financiar. A ma mirë me përfaqësu atë njerëz me votat vjedhur në parlament? Jo, po numëro tash edhe Sharrohet gjithçka. Sharrohet gjithçka. Falenderoj shumë. Renditja sigurisht e falenderoj shumë zoti Spaiu. Zoti Nimani, falenderoj shumë. Faleminderit për juve. Ne të ndruar shkollës të mbillëm të edicion bashkë. Shihemi nesër në 3 minutë.